Çka thuhet për atë person, pra që shkel Kur'anin me këmbë, merr qëllim për të bërë be. Pra ata që se kanë parasysh këtë çështje, ka raste kur disa njerëz nga populli ynë, kur ti i thot diçka i thot pasha Zotin jo. E thot nëse mendon që asi unë e bjema Kur'anin, unë e shkeli me kam Kur'anin, do më thonë atë që është i bindur në fjalën e vetë. Çka themi ne? Ne themi të shkelesh Kur'anin, nëse shkel me qëllim në nënçmimi, kjo është kufër. Po nëse shkel jo me qëllim në nënçmimi, po me qëllim që unë me bobe që jam i bindun që unë s'kam faj edhe s'kam hile në këtë vepër, kjo është haram. Kjo haram për mëkateve të mëdha. Dhe ai i cili din një gjë të tillë nuk bën asesi, pra nuk lejohet edhe nëse jeni hak. Edhe nëse dikush të obligon të thotë, nëse e shkel Kur'anin unë ty të besoj. Nëse nuk e shkel Kur'anin unë s'besoj, ti nuk guxon me shkel Kur'anin. Haram është me shkel. Keni kujdes, as vetë mos e pranoni një gjë të tillë, as mos e detyroni tjetër kan. Mjafton me thonë wallahi billahi tallahi. Edhe u kry puna, se ti prej ka ardhur kjo bindje e gabume që duhet me shkel Kur'anin për me të besu dikush. Absolut mos e bëni këtë gjë. Absolut.